Mirë se vini në edicionin ton informativ 21 Live News, në fillim të cilit japim disa lajme shkurt. Komisioni qendror i zgjedhjeve njofton se këtë të diel përfundojnë afatët e periudhave të ndryshme për subjektet politike lidhur me zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës, që do të mbahen më 28 dhjetor 2025. Bëhet fjalë për afatin për subjektet politike për aplikim për certifikim të pjesëmarrjes në zgjedhje, afatin për partit politike për deklarim të koalicioneve dhe afatin për partit politike për njoftim të mos pjesëmarrjes në zgjedhje, me qëllim të lehtësimit të aplikimit, fillimisht për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhje edhe pastaj për dorëzimin e listës me emrat e kandidatëve për deputet. KQZ ka funksionalizuar platformën elektronike e cila do t'ju shërbej subjekteve politike për të paraqitur aplikimet e tyre online. Sipas KQZ-së, deri në orën 14, 12 parti politike kanë plotësuar formularin e certifikimit për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Kosovës. Në komunën e Zubin Potokut është raportuar për një incident ku një mashkull dhe një femër dyshohet se kanë vendosur një kamion në rrugë, duke penguar qarkullimin normal të automjeteve. Sipas policisë së Kosovës, të dy personat e dyshuar janë shoqëruar për intervistim. Pas marrjes së deklaratave dhe procedurave përkatëse, me vendim të prokurorit, ata janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa hetimet lidhur me rastin vazhdojnë. Ecim tutje me kronikat e përgatitura për ju. Kosova rrezikon seriozisht të humbasë qindra miliona euro të parapara nga plani rritjes i BE-s, me që gjatë vitit 2025 u bllokua nga përplasjet politike. Në këtë kuptim, vendi ynë rrezikon t'i humbë deri në 300 milion euro, nga rreth 900 milion që parashihet t'i marrë nga ky plan. Ngërsi politik që zgjati gjatë gjithë vitit, përveç problemeve të brendshme, ka shkaktuar edhe dëme në rrafshin ndërkombëtar. Bashkimi Evropian, në një përgjigje për Radio Televizionin 21, ka theksuar se Kosova nuk mund të kërkojë mjete nga Unioni në kuadër të planit të rritjes, pa ratifikuar marrëveshjen në Kuvend. Sipas rregullave të Bashkimit Evropian për këtë plan, vendet përfituese duhet t'i përmbushin hapat e reformës brenda afateve të përcaktuara. Në rast vonesash, Bashkimi Evropian parashikon një periudhë shtesë, të quajtur periudhë faljeje. Agenda e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit në kuadër të planit të rritjes ka nisur në dhjetor 2024, gjë që për Kosovën kjo nënkupton se ka mbetur edhe një vit për zbatimin e reformave të para që nisën vitin e kaluar. Ndërkohë, në qershor 2026 s'ka do një afat tjetër i reformave, për të cilin Bashkimi Evropian lejon një tolerancë shtesë prej një viti. Është në interes të Kosovës që ratifikimi të bëhet sa më shpejt për të shfrytzuar të gjitha mundësitë që ofron plani rritjes në të mirë të popullsisë së saj. Bashkimi Evropian përmes planit të rritjes ka parapartë të ndaj 6 miliardë euro fonde për vendet e Ballkanit, 4 miliardë në formë të kredisë së volitshme, ndërsa 2 miliardë hua pa kthim. Këto mjete parashikohen të ndihmojnë vendet e Ballkanit që të përafrohen me standardin e shteteve të Bashkimit Evropian. Vendet e vetme që nuk kanë nisur së zbatuari agendën evropiane janë Kosova dhe Bosnia-Hercegovina. Përderisa Bosnia është e bllokuar nga Republika Serbe, Kosova ngeci, shkaku i bllokadës politike, e cila zgjati tër vitin. Kosova ishte ndër shtetet e para që ju miratua agenda e reformave nga Komisioni Evropian në tetor të vitit 2024 dhe pritej t'i përfitonte rreth 900 milion euro, që do të shërbenin kryesisht për investime infrastrukturore dhe forcimin e ligjit. Në këtë kuadër, njohësi i çështjeve të ekonomisë Lek Musa flet për nevojën që ka Kosova të përfitojë nga këto mjete. Që nuk ka të bëjë vetëm me investitor potencial të huaj, por edhe me vetë njerëz në Kosovë, të cilët janë të angazhuar në aktivitet ekonomik. Kjo çon një sinjal se Kosova është duke hyrë në një krizë politike që është domethënë duke shkaktuar probleme si në aspektin buxhetor, si në aspektin e financave publike, që përfshin domethënë mos aftësinë për të paguar shumë shpenzime dhe gjithashtu në ngecje dhe në investimet në infrastrukturën publike që do të ketë
implikacione shumë të mëdha në muajt në vijim. Derisa Kosova nuk mori asnjë cent nga plani i rritjes dhe rrezikon të humbas qindra miliona euro për shkak se nuk ka nisur të zbatojë reformat e paraparat si transporti hekurudhor, ndërtimi i autostradave të reja, linja tramvaji, rrugë, shkolla, spitale, forcim të rendit dhe ligjit, vendet e tjera të Ballkanit, vetë se kanë përfituar gati nga 200 milion euro. Nga përfitimi i këtyre mjeteve prim Shqipëria, e cila nga plani i rritjes deri më tani ka marrë 164 milion euro. Gjysma të cilave vlerësohet se do të përdoren për investime infrastrukturore, ndërsa gjysma tjetër ka shkuar direkt në buxhetin e shtetit. Ndërkohë, agjendat e Bashkimit Evropian në kuadër të planit të rritjes pritet të përfundojnë në vitin 2027. Ndërkaq, afatet për përfitim ditë më parë i përmendi edhe komisionerja për zgjerim, Marta Kos, duke ngritur alarmin se vendet që nuk kanë nisur procesin e reformave rrezikojnë të humbasin 300 milion euro nga ky plan. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, deklaroi se qeverisja e vetëvendosjes në 6 vjetët e fundit ishte katastrofike për vendin. Gjatë një vizite në Prizren, ai kritikoi edhe gjuhën ofenduese të vetëvendosjes, për të cilën tha se duhet ndaluar. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, është fokusuar në rënien e standardit jetësor të qytetarëve për pasojë të çmimeve të larta të produkteve elementare dhe faturave të energjisë elektrike, të cilat, sipas tij, do të vazhdojnë të shtrenjtohen. Këta i kanë 6 vite në krye qeverisë dhe rezultatet e keni katastrofale. Çmimet po rritet, rryma fatura tash i vjen edhe më shtrejt, e atje Vuk Hamoviqi po përfiton miliona paret Kosovës për importet e energjisë elektrike, cilën ta provojnë me mshël. Edhe dje edhe sot, ka 3-400 mijë euro në ditë të fitojnë. Pra kjo është patriotizmi falës i tyre. Ai thotë se fatin e Kosovës nuk duhet lënë atyre që kanë për qëllim rënimin e shtyllave identitare të shtetit. Populli i Kosovës pret për LDK-s. Edhe partitë tjera janë të prit për LDK-s. Nuk met partinë Kosovë që sot po du me LDK-n. Krejt dojna me LDK-n. Elektorati tyre po thotë don me LDK-n. Nëse po doni kaq shumë LDK-n, votoni LDK-n. Abdigjiku gjatë vizitës së tij në Prizren nuk la pa përmendur gjuhën e rënduar me sharje dhe ofendime që viteve të fundit kanë vizotruar në skenën politike. Tjetër çka ju flasin militantët vet, që besa disa s'ki çka ju flet. Sepse kanë nis gjuhën e tradhtarëve patriotëve ndaj patriotëve më të majtë Republikës Kosovës. Por çka ku kam në krah majt një burr Anton Qunin, luftar të Kosharës, Kradia Dretonin, një njeri aktivist i shoqërisë politike kosovare, e Honën, e gjithë juve tjerëve këtu, e festimi tash është bashku, por neve krejeve këtu na thojnë po doni me kthy Serbinë Kosovë. Kush po do me kthy Serbinë? Apo do me kthy Anton Serbinë Kosovë? Apo kuptoni me çka duhet më përballë. Pra në vitin 2025 për 2026, kjo është gjuha atyre vetëm që ju kanë bërë. Ndryshe, lëvizja vetëvendosje gjatë kohës sa bënte përpjekje të formonte institucionet në së paku 2 raste, i pati dërguar LDK-s, përmes të cilës kërkonte bashkëpunim politik me këtë parti, letër e cila u refuzua nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila bënte thirrje për një qeveri të unitetit, që do të tejkalonte problemet me të cilat po sfidohet Kosova. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës rikonfirmon se do të garojë si parti e vetme në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 28 dhjetorit. Deputeti kësaj partie Daud Haradinaj shpreh i bindur se alianca nga këto zgjedhje do të dalë me rezultat pozitiv dhe se institucionet e ardhshme nuk do të bëhen pa pjesëmarrje të kësaj partie. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, bën të ditur se lista zgjedhore e Aleancës do të përbëhen nga 110 profesionistë të gjitha fushave, ndërsa thekson se programi i Aleancës do të përkojë me kërkesat e qytetarëve dhe përmirësimin e jetesës së tyre. Ne do të bëjmë atë mirë në këto zgjedhje. Domethënë jemi ka shkoj me program real. Jemi të hartu listën garuese për deputet me figura që i mendojmë më të mira që i ka shoqënia në Kosovë, pa i përjashtuar asnjë kategori shoqënisë, të fillu prej sportit, kulturës, letërsisë, shkencës, e deri te njerëz të kontributit për liri, domethënë figurave të luftës,
pse jo, përfaqësimin e diasporës. Mendoj që jemi ka ofrojmë një listë fort, mirë, jemi të interesuar me bo një fushat programore, me ofertë, jo me akuzu shumë. Qëllimi edhe në të kaluarën e afërt edhe sot është me nrru gjendjen në Kosovë, me kthy Kosovën binaret vetat ndrejtimin që ka qenë, me i kthy aleat prap raportet me ta me pas shumë atë mira, me hek sanksionet kundër Kosovës, me kthy shtetin binar për shkak se kemi do me marramense. Haradinaj nënvizon se Aleanca do të marrë përqindje më të lartë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Qëllimi janë është me nrru situatën, me nrru gjendjen, me nrru qeverisjen. Automatikisht kjo nënkupton një qeveri pa zotin Kurti, edhe ndoshta e patë mundësinë edhe me Glauko Njulcën, por si do qoftë ishte situata çfarë ishte dhe mundësia e bashkëpunimit ishte pamojshme, por unë mendoj që Aleanca do të ketë dyshifror minimalisht, domethënë do ta ketë një përqindje modeste të mirë, do të jetë një parti e konsoliduar parlamentare dhe nuk mendoj që ka me pas krijim të institucioneve të Kosovës pa Aleancën. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës në zgjedhjet e nënshkurtit ka garuar në koalicion me Nismën Social-Demokrate, duke u renditur në vendin e 4 me 7.06% ose me 8 ulse në kuvend. Deputeti AK-s Daud Haradinaj thot se më 28 dhjetor Aleanca do të garoje vetme, duke thënë se koalicioni me Nismën jo që nuk rezultoi suksesshëm, por madje shkaktoi dëme. Nuk është të thonë me Limën, Lima mendoj që ishte pjesë e koalicionit, njerëzit ndoshta e keq kuptojnë, nuk kemi një personale as me zotin Kurdi, as me Limën, as me kërkon, por nuk funksionoi ai koalicion, mendoj që kemi pas një dëm, edhe jemi shumë të interesuar me shku kështu që jemi. Edhe në rast se do të ketë pjesëmarrje në listën e Aleancës, akronimet nuk do të ndrojnë. Vetëm në rast se kemi një koalicion më të madh. Më thonë, për subjektet tjera, për shoqëritë civile, për iniciativat qytetare, janë të mirë se arnë në llogon e AK-s. Zgjedhjet më 28 dhjetor u caktuan nga presidentja Vjosa Osmani, pasi shpërndau legjislaturën e 9, me që gjatë 8 muajve nuk arriti të funksionalizohet puna e kuvendit dhe lëvizja vetëvendosje 2 herë dështoi në formimin e qeverisë. Një proces të tezgjatur e kanë cilësuar analistët gjyqin ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi dhe ish-deputetit Recep Selimi, i cili po vjon në dhomat e specializuara në Hag. Megjithatë, ata shprehen se gjykata speciale mund të shqiptojë vendimin pranverën e vitit të ardhshëm. Monitorues të këtij procesi gjyqësor vlerësojnë se gjykimi ndaj Thaçit dhe të tjerëve ka qenë i gjatë dhe me mungesë transparence për shkak të numrit të madh të dëshmitarëve të ZPS-s që u dëgjuan në seanca të redaktuara apo edhe të mbyllura për publikun. Monitoruesi nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Amer Alia, beson se fillimi i majit 2026 do të sjellë një gjykim për 4 në UÇK-s, të cilët janë paraburgim në Hag që nga viti 2020. Tani rasti ka ardhur në përfundim të procedurës deri në 17 janar, nëse nuk gaboj, janë ato procedurat ku mbrojtja dhe palët tjera duhet të paraqesin dosjet përfundimtare, më pastaj me 9 shkurt deri me 13 shkurt 2026 janë caktuar që të mbahen fjalët përfundimtare dhe pasi që të përfundon kjo procedurë me fjalët përfundimtare, trupi gjykues brenda 3 muajve duhet ta shpallë gjykimin. Por, sipas drejtorit ekzekutiv të Institutit të Kosovës për Drejtësi e Hatmiftare, i koha e shpalljes së gjykimit për rastin Thaçi dhe të tjerët po afrohet. Me vetë faktin që gjatë muajit shkurt është para raportet dhe të fjalët mbrojtëse qoftë prokurisë, qoftë të avokatëve mbrojtës, unë besoj që muaji mars, muaji prill mund të jetë afate kohore kur gjykata mund të dalë me një vendim do të thotë lidhur me rastin, me fjalë për flasën e shkallës të parë.
Në fillim të muajit shtator, nisi dëgjimi i 7 dëshmitarëve të mbrojtjes, të cilët ishin zyrtar të lartë perëndimor me njohuri të drejtpërdrejta për zhvillimet nga koha e luftës. Në mesin e tyre ishte edhe ish ndihmë sekretari amerikan i shtetit James Rubin dhe generali amerikan në pension Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caqeve ushtarake serbe më 1999. Këta dëshmitar nga monitorues të këtij procesi vlerësohen si peshë e posaçme. Deklaratat e këtyre dëshmitarëve të cilët kanë qenë të kyçur drejt për drejt me zhvillime gjatë vitit 98-99, sigurisht që do të kenë peshë dhe njohuritë e tyre dhe deklaratat e tyre lidhur me organizimin e UÇK-s, lidhur me përgjegjësitë apo jo përgjegjësitë të Hashim Thaqit dhe të tjerëve, do të vlerësohen nga trupi gjykues. Ajo që tash besoj në fund procesit kur edhe mbrojtja, edhe prokuroria, edhe mbrojtësit e viktimave kanë dhënë deklaratat dhe fundi i procesit mund ta themi me kompetencë pa ndërhyrë në proces, është fakti që prokuroria mund të themi që ka ngritur një akt akuzë jashtëzakonisht shumë të dobët, ka pasur një përfaqësim të akt akuzës shumë të dobët, e cila pastaj në rastet e caktuara kjo kualiteti i dobët i akt akuzës është munduar të kompenzohet me një qasje agresive nga ana e prokurorëve. Generali amerikan Wesley Clark në dëshminë e tij më 17 tetor pjesëtarët e UÇK-s i përshkroi si grupe të pavarura, por pa zinxhir komandues. Ish krerët e UÇK-s ndodhen në paraburgim në Hagë nga viti 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm mbi akuzat që ngarkon zyra e prokurorit të specializuar. Sipas akt akuzës, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mes dhembjes dhe lotëve familjar, miq të afërm dhe dashamirës i dhanë lamtumirën e fundit Shpat Kasapit gjatë një ceremonie të mbajtur në Pallatin e Kulturës në Tetov në vendlindjen e tij. Këngëtari i njohur u ndan nga jeta pas një sulmi në zemër më 26 nëntor, ndërsa ndodhej në Itali. Në homazhet e zhvilluara, kolegë të njohur të artistit me lot në sy u përkullën në trupin e pajet të këngëtarit pranë arkivolit të mbuluar me flamurin kuqezi dhe foton e këngëtarit. Nga brenda dhe jashtë shtetit, artistë dhe qytetarë të shumë të mblodhen sot në Tetov për t'ia dhënë lamtumirën e fundit këngëtarit Shpat Kasapi. Homazhi u bë në Pallatin e Kulturës në Tetov, ku fjalët e fundit u shkruan në librin e Zis. Salla e madhe ishte e vogël për t'i zënë të gjithë ata që erdhën për t'i shprehur ngushëllime. Ceremonia u udhëhoq nga tekst shkruesi Avni Çaili. Ai tha se priste që të promovonte projektin e ri të Shpat Kasapit dhe jo t'ja jepte lamtumirën e fundit. Por me lot në sy i bëri të gjithë motra e Shpatit Jehona. Ajo madje ia dha Shpatit një premtim se do ta ruaj birin e tij Roelin si sytë e ballit. Sot me zemër të thyer jemi mbledhur këtu për të dhënë lamtumirën e fundit vëllaut tim dhe tuaj, Shpatit. Është shumë e vështirë të gjej fjalët që mund të përshkruajnë dhimbjen që ndjej, sepse kjo humbje nuk është e thjeshtë. Është një humbje e një pjese të shpirtit, e një zëri të mrekullueshëm, që na ka shoqëruar gjithë jetën. Por të pushtuar nga dhimbja u shfaqën edhe kolegët e Shpatit. Shpati ka qenë një djalë i pashëm, një djalë gjithmonë i buzëqeshur, një djalë që të gjithë e kanë dashur. Dhe se di ndjem momente shumë vështira, sepse unë e njoh Shpatin që fëmijë, e kam thënë se meritori më i madh që grupin e Letapes, grupin tim e njeh e gjithë popullata jashtë kufive të Maqedonisë, është meritet madhit babait të Shpatit, Naim Kasapit, i cili ka qenë një ardashës i madh. Dhe gjithmonë grupi do të jetë falënderues familjes Kasapi. Në këtë skenë, pikërisht këtu, ku unë dhe Shpati kemi filluar për herë të parë së bashku. Sot jam këtu në këtë skenë, që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë. Ka qenë fillimi ynë
ka qenë vendi ku kemi marrë frym për herë të parë si fëmijë, si artist, ku kemi ndarë ëndra, frikë, gëzim. Këtu kemi rritur talentin, shpresat dhe miqësinë tonë. Sot jam këtu në këtë skenë, që për ne të dy nuk ka qenë thjesht skenë, ka qenë fillimi ynë, ka qenë vendi ku kemi marrë frym për herë të parë si fëmijë. Ngushëllime shprehu edhe i pari i Tetovës Bilal Kasami. Unë veç do them që ndoshta më shumë t'i vlen thënia që Zoti Perëndia i merr pranë vetes ata që më shumë t'i don, për më shumë që ndoshta kjo botë pa drejt nuk e meritonte shpatin, prandaj Zoti e mori pranë vetes më herët që ne e pritëm. Prandaj ne ndjejmë dhimbje që nuk do ta kemi në mesin tonë. Pas Pallatit të Kulturës, ngushëlluesit shkuan drejt varrezave të qytetit të Tetovës, ku Shpat Kasapi u përcoll për në banesën e fundit. Për këto dhe informacionet të tjera klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbëngjes.